Ende pa qartë dhe plot mister çështja e pajisjeve që u gjetën nga policia në portin e Durrësit. Mjetet i përkistin 2 oficerëve të Guardia di Finanza dhe një specialisti IT-e, gjithashtu shtetas italian. Të 3 persona janë marrë në pyetje nga policia, por kanë mohuar që të kenë kryer veprime përgjuese apo të kishin iniciativë për të mbajtur në përgjim ndonjë person, edhe pse ka dyshime për këtë gjë. E vetmja gjë që ata kanë deklaruar ishte se kishin bërritur në Shqipëri për të bërë disa veprime hetimore në ujërat ndërkombëtare, por që nuk kanë lidhje me Shqipërinë. Pas deklarimeve ata janë lënë të lirë për të kthyer në Itali. Burime bëjnë me dije se në mjetet e tyre që tashmë janë sekuestruar janë pajisje GPS, marrës të dhënësh, kompjutera, fisha e të tjerë. Këto materiale janë pikërisht pajisjet që përdoren për përgjime. Ende nuk dihet nëse ato janë përdorur apo jo, por pritet që përgjigje të jepet nga laboratori shkencor i policisë. Nëse pajisjet janë përdorur, ato lënë gjurmë dhe pas ekspertizës do të vërtetohet nëse janë vendosur në zbatim apo jo. 2 oficerët e Guardia di Finanza dhe specialisti i IT-s kanë hyrë në Shqipëri në datën 5 dhjetor dhe sipas tyre do të qëndronin pak ditë. Të njëjtat burime shtojnë se autoritetet italiane kanë njoftuar me vonesë palën shqiptare për zyrtarët e Guardia di Finanza, ndërkohë çështja po hetohet nga prokuroria e Durrësit.